Kërë shumë falje. E kemi pa në postim që bashkë me Valion Prebrezën, e keni bu një postim që keni marrë 4 kamion cilët do pastrojnë Fushë Kosovën. A na jepni pak ma shumë informata sa ju përket këtyne kamionëve, a do janë vetëm në Fushë Kosova, po edhe në fshatra? Po, faleminderit shumë, faleminderit që keni ardhur këtë mëngjes. Sfarëm vjen mirë që i keni vrejtë pushimet pozitive që po ndodhen në komunën e Fushë Kosovës në gjitha aspektet. Sa i përket problemet me mbetorina, ashtu si që keni raportuar edhe ju në muajt e kaluar, ka qenë në gjendje tepër e rënduar për arsye se kompania regionale për shkak të mekanizmit të vjetruar të kamionave nuk ka mujt me kry shërbimet ashtu siç duhet. Prandaj ne si komunë e Këshilli për Sigurinë Bashkësi kemi vendosur që të shvallim një gjendje emergjente për 6 muaj. Edhe kemi kontraktuar një kompani prej 4 kamionave e cila do të jetë përgjegjëse vetëm për qytetin e Fushë Kosovës. Vetëm në qytet. Për arsye se në qytet është koncentrimi shumë më i madh i numrit banorëve edhe gjithashtu është edhe koncentrimi më i madh i mbetorinave. Ndërsa për gjitha fshatrat e Fushë Kosovës, prapë shërbimin do ta kryejnë kompania regionale pastrimi. Do thotë nuk jeni shkëput total? Ne nuk jemi shkëput nga kompania.